edhe çmimeve që veç po i përmendni, padyshim që lajm ishte edhe javës së kaluar ku kryetari i Prishtinës përpara Roma tha se do të vendoset për votim në Kuvendin Komunal për taksat prej 10 euro për gjithë ato makina që nuk janë nga Prishtina. Sa kish me ndiku ekonomikisht kjo situatë nëse nuk lejon një të transportuese që sjellin mallra në market apo edhe në biznese tjera? Shiko, ka njerë po i shoh në përgjithësi që si qeveria qendrore, po ashtu edhe këto komunalet, shpesh po marrin vendime të ndikuar nga një arsye ose një tjetër, shpesh sikur disi po dështojnë një arritje të një caku dhe hajde po menoj që po bëjnë një cak tjetër. Prishtina ka nevojë s'pare për zhbllokim të komunikacionit. Prishtina është bllokuar në tana anë nga komunikacioni nga kryetari. Po s'është opsion fare ky, kjo është telashe. Kjo është telashe shumë e madhe. Çush me bëti, për shembull, ti po thuaj mirë vendos taksa njerëzve që vinë në Prishtinë. Po ti nëse ekonomia jote është të furnizu, atë shka me bo, pra me arë me mishti këtë fabrikat mi vendosë në Prishtinë, pra mas me në pagu qatë 10 euro, pse të më bëjë zgjidhje. Asë njëte ka bëdhaj, dhe më në asë